njerëzit e mëdhenj falin. E kë më mirë ta falësh se bashkëshortin, se bashkëshortën. Çdo njeri gabon. E prej atyre që gabojnë, më të mirët janë ata që pendohen. Kjo është thënie e profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke e ditur se njerëzit që përbëhen nga mishi dhe gjaku, që përbëhen nga nevoja të ndryshme, nga ego të ndryshme, nga epshi e tjera, nuk është e mundur që tërë jetën ta kenë perfekte edhe po të ishin më të mirët. Ata gabojnë në raport me njëri tjetrin, e gabojnë në raport me krijuesin e tyre, dhe sa shumë ne kemi nevojë për faljen e krijuesit. Po të ishte kjo botë një botë e vetme në cilën ditët që kalojnë janë të atilla që të regjistrohen dhe nuk ke mundësi që të ndryshosh asgjë, thuaj se pak njerëz do ta meritonin të shpërbleheshin me xhennet. Të gjithë gabojmë dhe po të mos ishte falja e Zotit të Madhreshëm, ajo që ne mund të na kthejmë mbrapa, mund të na i shlyejë madje mëkatet, e besa edhe të na shndroj ato në shpërblime, në sevape, nëse kthimi jon, pendimi jon është shumë i sinqert. Madje i dërguari sallallahu alaihi wasallam u mësua dhe i mësoi të tjerët që të lutën: o Zot, ti je falës dhe e do faljen. Andaj më fal edhe mua. Këtë që e bëjmë me theks të veçantë në netët e fundit të Ramazanit. Nëse ne doam që të na fal Allahu, atëherë edhe ne duhet të jemi falës. E çfarë kur një çift bashkëshortor kalojnë jetën në bashkëshortësi, në afërsi të njëri tjetrit, dhe kjo është jeta më e gjatë e njeriut me dikë tjetër. Pra gruaja kalon më shumë vite me burrin se sa ka kaluar me babain, me nënën, me vëllezrit, me motrat, dhe anasjellas. Edhe burri është ashtu. Dhe me njerëzit që ke frekuentime shumë, mund të kesh edhe shkelje, mund të kesh edhe gabime, mund të kesh edhe vija të kuqe të cilat ndonjëherë ndoshta i ke pa, ndoshta ndonjëherë të ka mashtruar shejtani dhe tu kanë dukur se kanë tjetër ngjyrë, bën të kalohen. Mirë po, njerëzit e mëdhenj falin. E kë më mirë ta falësh se bashkëshortin, se bashkëshortën. Jo çdo herë ta vësh në zum, ta zmadhosh mëkatin, gabimin e njëri tjetrit dhe të tentosh që t'ja bësh gjyqin më të madh para të gjithëve dhe ta poshtrosh që ajo ose ai të mos ketë mundësi të ngritet në këmbë asnjëherë. E kundërta, nëse do që Allahu të falë ty dhe të falë edhe në botën tjetër, ti vetë duhet të jesh falës, se kësaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam edhe e tha: kush mbulon një tëmet dikujt, Allahu ja mbulon atij një tëmet në dynja dhe një tjetër në ahiret. E bashkëshortët do të jenë modeli më i mirë i faljes, i tolerimit. Fundja, kjo e fale njeriun që të deshi sepse për ty sakrifikoi tërë të tjerë dhe erdhi të jetoj. Kjo e fale nënën apo babain e fëmijëve tu. Kjo e fale atë që pretendon që jo vetëm në këtë botë, po edhe në botën tjetër të ringjalleni bashkë. Njerëzit mund të bashkohen me të gjithë të tjerët, por do të kërkohet në mënyrë të veçantë në xhennet, jo të ribashkohet vajza me babain e vet e të jetoj me te, por e tërë gara është se ajo gruaja e djeshme e dynjas, a do t'jetë grua jotje edhe në ahiret, e nëse ne këtë e synojmë dhe dëshirojmë, atëherë njerëz perfekt nuk jemi as ne, duhet ta falim njëri tjetrin, dhe kjo është çelësi i suksesit edhe në jetë madje, edhe për çështje tjera, e mos flasim për bashkëshortësi.